Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Gjethet e rushit I japin lam të mirë reumatizmës dhe trajtojnë këto 5 probleme shëndetësore. Gjethet e rushit janë ndër ilaçet më të fuqishme natyrale në dobi të shëndetit. Në këto gjethe ka mjaft vitaminë C, E, A dhe K, por gjithashtu edhe vitaminën B6 si dhe niacin. Ato përmbajnë fibra, riboflavin, folat, kalcium, gjithashtu magnez, bakër dhe mangan. Njerëzit që janë të kujdesshëm me peshën e tyre duhet të përdorin gjethet e rushit, sepse ato përmbajnë gjithashtu pak kalori. Në 5 gjethe gjenden vetëm 14 kalori. Një racion me gjethe të rushit nuk përmban as yndyrë dhe as kolesterol dhe ka pak natrium dhe pak sheqer. Por cilat janë përfitimet më të rëndësishme ushqyese të përdorimeve të tyre? Sipas Delsaj, në këtë video do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimi I kësaj gjetheje. Ajo ka veti të mira kundër inflamacioneve. Gjethet e rushit mund të njihen për vetitë e tyre kundër inflamacioneve dhe për rezultatet fantastike që ka në mbrojtjen e shëndetit tuaj në betejën kundër këtyre problemeve. Inflamacioni kronik mund të shkaktojë sëmundje të ndryshme si ato të zemrës, disa lloje të radikaleve të lira dhe sëmundje të ndryshme të Alzheimerit. Ndaj, përdorimi I gjetheve të rushit do të jetë një mundësi e shkëlqyer në mbrojtjen e shëndetit në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Sëmundjet të tjera që vijnë si rezultat I inflamacionit janë artriti dhe sëmundjet gastrointestinale, përfshirë edhe sëmundjen e kronit. Ndaj, gjethet e rushit do të jenë një mundësi fantastike ushqyese në mbrojtjen e shëndetit tuaj kundër këtyre problemeve. Gjethet e rushit janë një mburojë shumë e mirë edhe kundër mikrobeve. Rushi, si tërësi, është një burim shumë I mirë I antioksidantëve, por sipas studimeve del se edhe gjethet e rushit janë të pasur me veti kundër mikrobeve dhe kanë komponent antioksidantëve. Studimi që është publikuar në International Journal of Food Preventors në fillim të vitit 2013 ka krahasuar vetitë e tyre të antioksidantëve të gjetheve të mbledhura në muajt maj, gusht dhe shtator. Ishte dëshmuar se ato të mbledhura në muajin shtator kishin më së shumti flavonoide, fenole të antioksidantëve, me rezultate të mira premtuese në mbrojtjen e shëndetit në betejën kundër këtyre komplikacioneve, citojnë ekspertët. Gjethet e rushit janë një burim shumë I pasur I antioksidantëve omega 3. Me rezultate fantastike në këtë drejtim, ato do të nxisin edhe një mbrojtje të shëndetit në betejën kundër këtyre problemeve. Ndaj, nëse doni të përfitoni nga gjethet e rushit, atëherë do të merrni edhe vlerat e tyre më të mira në këto aspekte. Gjethet e rushit janë një mburojë shumë e mirë. A keni ditur se ka bime të pasur me aminoacide omega 3? Farat chia, farat e linit janë në majën e listës së aminoacideve omega 3, por janë edhe disa perime dhe gjethe të gjelbra, përfshirë edhe gjethet e rushit, që përfshihen në këtë listë të elementeve antioksidant omega 3, të cilat japin rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit në betejën kundër këtyre komplikacioneve, citojnë ekspertët e Healthline. Ato janë një zgjidhje natyrale edhe për venat tuaja të zgjeruara. Nëse doni të përmirësoni dukjen e venave tuaja, atëherë gjethet e rushit do të jenë një fantastik I produkteve të mira ushqyese në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Gjethet e rushit. Sipas një studimi të publikuar në mars të vitit 2004 në revistën shkencore, RD ka ekzaminuar ekstraktet e gjetheve të rushit te femrat dhe meshkujt që vuanin nga venat e zgjeruara. Rezultatet e studimit ishin mjaft premtuese ku pas 6 javë studimesh, personat që kishin përdorur edhe ekstraktin e gjetheve të tyre patën rezultate më të mira kundër venave të zgjeruara dhe një mbrojtje më të mirë të imunitetit të tyre. Sigurisht, gjethet e rushit në kombinim edhe me recetat më të mira natyrale do të japin rezultate fantastike, por është gjithmonë edhe në mbikëqyrjen e një eksperti përdorimi I tyre do të jetë më efikas dhe më mbrojtës në dobi të shëndetit. Gjethet e rushit janë të pasura gjithashtu me kalcium dhe magnez, dy prej mineraleve më të rëndësishme të cilat duhet të jenë pjesë pandar e dietave tuaja të përditshme. Gjethet e rushit janë të mbushur me magnez dhe kalcium, bashkë me të edhe me një numër të madh të mineraleve të tjera.
Magnezi dhe kalcium janë të nevojshëm për shëndetin e kockave. Ky kombinim i mineraleve luan një rol të rëndësishëm në shëndetin e muskujve dhe funksionin e nervave. Gjethet e rushit përdoren si një çaj kundër diares, dhimbjeve të stomakut, reumatizmës, dhimbjeve të kokës dhe të etheve. Ju mund t'i thani gjethet e rushit duke i lënë ato në diell. Gjethet e thata të rushit mund të zihen në ujë dhe të pihen si çaj. Një rush i cili është cilësor mund t'i japë gjithashtu edhe një mbrojtje më të mirë të organizmit. Përdorimi i gjethetave të rushit do të jetë një mundësi e shkëlqyer në rritjen e vlerave të trupit. Sipas BMJ, ato janë një nga produktet fantastike në mbrojtjen e shëndetit edhe në lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Përveç gjethetave të rushit, ju mund të përdorni edhe atë frut në veçanti si një zgjidhje natyrale të mirë për shëndetin tuaj. Rushi është arritur mbi tokë për mijëra vitesh dhe i ka dhuruar njerëzimit jo vetëm vlera ushqyese, por edhe në mbrojtjen e shëndetit tuaj në tërësi. Ndaj, edhe ekspertët e cilësojnë atë si një nga zgjedhjet më të mira të frutave ushqyes, duke ditur kështu edhe rëndësinë e madhe në mbrojtjen e shëndetit. Rushin e gjem në varietete, mallësi dhe ngjyra të ndryshme. Rushi i zi në veçanti është ndër më të pasurit me antioksidantë, të cilët mbrojnë organizmin tuaj kundër radikalive të lira dhe lehtësojnë gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Nëse e përdorni rushin në dietën tuaj si një zgjidhje natyrale, duke konsumuar brenda normës lejuar, vlerat që do të merrni janë vërtet fantastike në rritjen e vlerave të trupit. Në këtë video do të mësoni arsyet pse duhet të shtoni rushin e zi në dietën tuaj. Ai ndihmon gjithashtu kundër luhatjeve të sheqerit. Antioksidantët e rushit i zi përmirësojnë aftësinë e trupit në përdorimin e glukozës, në uljen e sheqerit. Për më tepër, rushi ka nivele të ulta të glicemisë që ndihmon gjithashtu edhe në zbutjen e simptomave të sheqerit. Rushi i zi është një mburojë shumë e mirë edhe për shëndetin tuaj të zemrës dhe do të japë gjithashtu edhe rezultate më të mirë ushqyese në këtë aspekt. Antioksidantët e rushit i zi luftojnë radikalet e lira, të cilat shkaktojnë edhe komplikacione të njëpasnjëshme. Ndaj, përdorimet të rregullta të tij do të jenë edhe rezultate fantastike më të mira në mbrojtjen e shëndetit. Antioksidantët e rushit ndihmojnë në trajtimin e problemeve të hipertensionit, inflamacionit dhe problemeve të enëve të gjakut. Ndaj, sigurohuni ta keni një zgjidhje të mirë natyrale në dobi të shëndetit, citojnë ekspertët e Healthline. Shëndeti juaj i trurit do të përfitojë ndjeshëm nga përdorimi i rushit. Antioksidantët luajnë një rol të rëndësishëm në mbajtjen e trurit më të shëndetshëm në betejën kundër komplikacioneve të njëpasnjëshme. Ndaj, nëse doni të përmirësoni shëndetin, atëherë rushi do të japë rezultate fantastike në këtë drejtim sipas ekspertëve të Healthline. Sigurohuni që rushin ta keni pjesë të dietave tuaja, duke ditur edhe rëndësinë e madhe ushqyese që ka për shëndetjen e syve. Studimet kanë treguar se ndikja e një diete të pasur me antioksidantë që gjenden te rushi do të ndihmojë gjithashtu edhe në përmirësimin e shëndetit të syrit dhe në parandalimin e komplikacioneve të ndryshme. Ndaj, sigurohuni që ta keni pjesë të dietave tuaja konsumin e përditshëm të këtij fruti. Rushi i zi ndihmon për një gjumë cilësor dhe me efekte më të mira ushqyese në dobi të shëndetit. Ndaj, edhe ekspertët e zgjedhin atë si një nga mënyrat natyrale për të marrë përfitimet e këtij fruti. Ndonse studimet tregojnë se rushi është një zgjidhje natyrale, duhet ta konsumoni me kujdes dhe në sasi të vogla. 10 deri në 30 kokra në ditë të bëndara në baza të ndryshme ditore janë më se të mjaftueshme për të marrë përfitimet kryesore të këtij fruti. Përdorimet të rregullta të rushit do të japin rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit edhe në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Ekspertët sugjerojnë rushin si një nga zgjidhjet më të mira për shëndetin tuaj. Gjithmonë edhe në mbikëqyrjen e mjekëve do të keni edhe një përfitim më të lartë të përdorimeve dhe vlerave të tij. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.